jena të udhe harrome, si që quhi jon. I thome harrome për shkak se këtë dinë se sa del për udhës Kondit, si marrën autostrada, djenë dhe 10 miliotit, atë dy kalim që udha. Prej 2009 ku ka marru autostrada, dhe se të lirë që s'na bon as të një punim në ta, pas se ka përmen kush për me e bon, dhe kjo është shumë problem sidomos verës ose në rast festash, këtë e kanë përvu se duhet një orë di për me kalu që do. Si gjithmonë, vedhja, babzia e këtojnë e hienave, sepse kjo ka pa mu përfundu sa ma shpet tjetë të mundur, se ove kombit si që dini pagujni ju 5 euro. Po pagujni 5 euro për me marrë shërbim, jo me vujt në trafik. Këto gjithsesi nuk kanë se si me punu, këto e me bo në investim me hërgju lek, sepse këto kanë me vedhe dhe vesh me marrë lek, se saljellaret në bazë disa informacioneve që kam kështu, i marrën oferta që tash ajo kontrata që koncesiona në 2027 edhe kështu që se me bon ai shpenzim me niskën e shtrimin e autostradës, i marrën edhe vend një tjetër edhe ai që është shtonë, i marrën edhe ati edhe kjo udha na paguj 3 herë udhë edhe vujt si shenin në trafik, se jena mësona, se këto e sejlin ka e sejlin muhabetin, pa në lanë me vujt si shenin në trafik, nuk e lanë. Edhe as nuk e përmen kush që tot për me e bon, se disa 20 km në stepengës mund tjetë. Edhe veç inshallah Zoti va kujton, se këto se kujton kush lejë se s'fol as populli, as fol në politikan, as fol mos përbore. U ka një leje për një barkër bërë vetë, edhe për udhën s'fol kush. Jeni të pagu bre 3 herë, jeni të pagu udhë. 3 herë në naft, jeni të pagu kesh edhe takës vjetore. Paguim për me marrë shërbim, jo paguim për me vujt. Vesh na shqiptarët na ndohet kjo, paguim edhe vujt. Inshallah ju kujtohet me që video në kujt e sheh. Po prap kot se një video me një lule s'qel pranë herë.